Përshëndetje të mirat e mia kudo që jeni. Ju uroj në netarua një javë sa më të mbar dhe një portal sa më të mbar. Ky parashikim është vetëm për portalin 888. Në fakt na bien 4 teta si vjet, nuk na bien 3 teta. Në data 8, muaj 8, ora 8 mos e harroni këtë gjë dhe 2026 po t'i mbledhim vend 8, 6 edhe 2 vend 8. Prandaj në këtë parashikim ne do shikojmë vetëm për portalin, çfarë do na sjell më saktë ky portal i famshëm, i rëndësishëm apo si mund ta themi. Me sa shikojmë këtu, shikojmë që gjërat do të ndryshojnë në jetën tuaj, por unë do t'i zbuloj një nga një. Kemi grupin 1, kemi grupin 2, janë 2 grupet shumë të bukura, unë i pash pak më parë në fakt, dhe dua të them që kanë rënë shumë gjëra të bukura, sidomos në lidhje me dashurinë gjithmonë. Se juve në planin e parë në jetën tuaj kemi gjithmonë për dashurinë. Në lidhje me portalin, me manifestimin e portalit, do bëjmë së bashku një manifestim të rëndësishëm, një manifestim që duhet jemi të qetë nga ana mendore, nga ana shpirtërore dhe të ulemi të sqarojmë diçka së bashku. Sot në darkë, në mbrëmje, do ulemi të gjithë së bashku dhe do vazhdojmë të përgatitemi pak a shumë. Unë do ta bëj dhe video të veçantë këtë pasi ta mbyllim në këtë video. Ta bëjmë një përmbledhje të portalit si duhet të veprojmë në portalin 8/8/2026. Prandaj mos harroni po a them edhe një herë. Unë e kam përgatitur pak a shumë, por duhet ta bëj në video më të gjatë. Këtë moment jemi vetëm me parashikimin. Do t'ua shpjegoj me detaje. Okej? Me detaje. Grupi 1, grupi 2, urdhëroj që të mbyllni syt disa momente dhe të mendoni se çfarë jeni duke menduar për veten tuaj. Okej? Po marr grupin 1 në fillim. Përse po e bëj këtë gjë sepse sepse duaj që të shikojmë si do na vinë gjërat për portalin. E para, letrat kanë ardhur shumë të bukura, kanë ardhur pak a shumë dhe me data, unë do t'i marrë dhe me data nga sot e tutje. Keni datën 20, se data 10 ka ikur, por bie nga sot deri në 10 shtator, me këtë portal, dhe po të shikojmë kemi dhe numri 7, këtu që bie 7 orë, mund të jemi dhe për 7 ditë, mund të jemi duke zgjedhur në lidhje me dashurinë, me mundësi të reja, por me letrën e parë shikoj që kemi letrën e një portali që nis me një zgjim të madh në ndërgjegje. Letra e parë për grupin e parë është ndjesia e qenies njerëzore. Në fakt, kjo është një lloj hije që shumica e njerëzve këtë kohë kanë paqartësira në mendjen e tyre dhe këtu shikojmë që ka diçka mes vetdijes dhe mosdijes. Këtu po hapim një hapje të radhës që diçka po merr fund dhe po hapet diçka re, që syri jot po shikon për të ardhmen, përtej murit që ti ke ngritur në mendjen tënde. Shikoj që diçka është e fshehur në mendjen tënde, por akoma është e mjegullt, ka mjegull. Okej? Je e paqartë, në mendjen tënde ka gjëra që duhet i shikosh me vetdije të plot, por duhet të jesh dhe pasive në disa sepse vetdia jote plot këtë moment të tregon rrugën. Dhe rruga cila është? Rruga është energjia, motivimi, mendja jote, sepse këtu shikojmë që je çift. Okej, disa për jush të grupit 1, ju shikoj që jeni më të lumtur në pas datës 20, okej? Pas datës 20, i thua vetes tënde që po, ja arrita asaj që doja. Portali po të sjell një energji të re motivimi, një rrugë të hapur, një energji për të ecur përpara, një energji jetësore do të thosha. Nuk je më në pritje. Kjo është gjë e bukur, që je në veprim. Më përpara kemi qenë duke pritur disa gjëra dhe kjo ka ardhur fundi më saktë. Jemi në momentin e veprimit, jemi në momentin që duhet të hedhim hapa të reja, duhet jemi të vendosur për çka duam në jetë. Grupi 1. Dëshira jote është shumë e fortë dhe ti këtë moment, me sa shikoj këtu, thuaj që unë i kam marrë frenat e jetës time në dorë. Jetën e ke të shtruar me petale, e ke të shtruar me disa shkronja, nuk e di juve grupi 1 çfarë shkronjash keni në jetën tuaj, por këtu kemi një S, kemi një M, prap një S, kemi N,
kemi dhe numrin 8, po të shikoni këtu është një infiniti, do me thënë që aja, lëja, oja, janë disa shkronja që duhet t'i shikojmë me kujdes dhe të gjejmë veten tonë, por gjithsesi këtu nuk janë për shkronjat, janë për të treguar çfarë dëshire të fortë keni ju në jetën tuaj. E para punës duhet të merrni frenat, siç u thash ju grupi i parë. Dhe e dyta, shikoj që ke shumë pasion për të ardhmen tënde. Kjo është gjë e bukur. Pse? Sepse portali të thotë që ti duke përfunduar një cikël të ri të vjetër në jetën tënde dhe duke filluar diçka drejt për drejt me gjetjen e thirrjes tënde brenda shpirtit. Je ti ajo që thret, je ti ajo që i propozon jetës tënde, je ti ajo që ke pasion për veten dhe je ti ajo që po rizgjon pasionin brenda vetes tënde. Jeta jote është në një drejtim krejt ndryshe. Je duke thënë me veten tënde, çfarë duhet të bëj? Si duhet të arrij qëllimet e mia? Dhe çfarë duhet të sjell me zërin tim të brendshëm që ta vë përpara. Pse? Sepse rrugën e ke të hapur tani. Në lidhje ju që dëshironi të keni dikë në krah në të ardhmen tuaj. Duhet të shikoni, sepse po ta shikojmë këtu, rrugën e keni të hapur vërtet, por ansoret i keni me zinxhire. Shikoni, keni me zinxhire, do të thënë që ti nuk ke nevojë të kthesh më në degëzime. Okej, nuk ke nevojë më të kthesh në degëzime. Rruga jote është vetëm drejt përpara. Dhe vim tek letra taro, që letra tarot janë faqja e shkopinjve dhe 7 kupat. Të dyja këto letra më japin një shkëndi frymëzimi, më japin një shkëndi të re, ose lajme të reja, ose diçka entuziaste, sepse të shikoj këtu që ke një energji të fortë, ke filluar diçka të re në jetën tënde, ose do e fillosh diçka të re në jetën tënde, dhe kjo është një energji që të jep diçka me optimizëm. Një çik t'ja bësh gishtin këtu, shiko si bëu, do me thënë fjala jote është urdhër për partnerin tënd, për familjarët e tu, për fëmijët e tu, për në zyra aty ku punon, kudo që t'jesh. Është portali që e nxit energjinë tënde, është diçka magjike që shumë rrallë herë ndodh në jetën tuaj. Gjithashtu me dhe 7 kupat, shikoj që ke mundësi për të ecur përpara, ke alternativa të shumta, sepse ke 7 kupat, por zgjidhja kryesore jotja është të qëndrosh e fokusuar në atë që ti do, në vlerën tënde reale. Okej? Jeta jote të thot, mos u shpërqendro nga iluzionet, sepse në mendjen tënde ke shumë gjëra. Mos u shpërqendro nga iluzionet. Pse? Sepse disa prej jush shumë shpejt të grupit 1, në sfondin tuaj që i kisha në krye dhe ju e pat, dhe po ta shikoni pak, unë kam vënë 2 gota shumë të bukura me qirin brenda, që janë me love, janë me dashuri. Pse? Pse i bëra këtë gjë? Sepse shumë shpejt këtu ka martesa, shumë shpejt këtu ka vendosmëri që atë që ti ke dëshiruar, ke dashuruar, ke manifestuar, erdhi, po vjen në mënyrën e vetë më të mirë. Ku je ti tani? Çfarë po shikon? A e përforcon këtë marrëdhënie? A e merr mesazhin e manifestimit? Manifestimin që do bësh është në dëshirat e tua, që ti përshpejtoj ky manifestim dëshirat me njëherë pas këtij portali. Këto parashikime është momenti dhe letrat të thonë që është shumë shpejt. Okej, shumë shpejt. Duhet të vendosësh qartësi në veten tënde çfarë dëshiron ti, sepse unë këtu shikoj që ti je qartë çfarë dëshiron. Dhe është momenti për të biseduar me partnerin, me të dashurin, të vendosni të dy së bashku, të bashkëpunoni të dy për të ardhmen tuaj. Pse? Sepse këtu më shikoj ka martesë dhe po ta shikojmë disa persona i kthejnë kurizin të shkuarës ose shoqërisë së vjetër ose atyre personave që nuk kanë peshmë, jemi duke u shkëputur nga bota që ne kemi qenë më përpara dhe marrim personin që ne duam të kemi për krah dhe të vazhdojmë përpara. Gjithashtu me portalin 88 funksionon një urë shumë e fortë, një energji që të dërgon drejt një periudhe dhe një motivimi shumë të lartë. Qartësia është të vendosësh çfarë do bësh për të ardhmen tënde dhe duhet të zësh në një pozicion tëndin që të shkëputesh nga e shkuara. Grupi 1 Grupi 1 në këtë parashikim dua të them që disa nga ju po të çlirohen nga mjekulla.
Okay? Kjo të shërben me portalin 88 është një pikë në mendjen tënde, në energjinë tënde, që duhet të dalësh nga dyshimet, duhet të dalësh nga mosvedia, duhet të dalësh nga gjendja e shokut, që shokut në mendjen tua e shok kur pson diçka, dhe duhet të dalësh sepse ti pret diçka të ndodh. Mrekullit nuk ndodhin ashtu. Mrekullit ndodhin kur ti kupton çfarë dëshiron në të vërtetë. Vala e dytë, që është letra e dytë, është vlera jote dhe vullneti jot për të ecur përpara. Por gjithashtu, po ta shikojmë, kemi një energji shumë të bukur. Kemi faqen e shkopinjve, kemi 7 kupat, kemi very soon, kemi dhe letrën e fundit të çiftit. Gjithashtu do të thoshe që pas këtij zgjimi, disa nga ju duhet të, sepse këtu kombinohet letrat ku vajti kjo këtu, numri 20, energjia, motivimi, zgjojnë të dyja së bashku me faqen e shkopinjve. Dhe këto të dyja japin një inspirim shumë të fortë. Nuk e di për ju si do ndiheni në këtë moment që do dëgjoni këtë video, por unë për veten time ndihem shumë e qetë, shumë energjike, shumë pozitive me këtë energji, sepse më tregon që ky portal do më shpir atje ku kam dashur unë për një kohë të gjatë, për të realizuar planet e mia, për të gjetur energjinë time, për të gjetur atë çka unë kam dashur brenda vetes time. Të ecë përpara dhe në hapat që duhet të ecë, duhet të jenë sa më konkret, duhet të jenë sa më të pastër. Duhet të shikoj botën time, jo botën e të tjerëve, botën time. Çfarë dua unë në botën time? Sepse në qoftë se këtu kemi 7 kupat dhe letrën e pasionit, ku vajti letra e pasionit. Këto të dyja japin një energji shumë të fortë. Okay? Pse? Sepse të vendosësh shumë dëshira në mendjen tënde. Nuk është gjë e mirë. Duhet të vendosësh 2 dëshira ose 1 në mendje. Dhe në 7 kupat kjo tregon që duhet të përparosh, sepse po ta shikoni vajzën. E shikoni vajza në sfidat e këtij portali do të jetë të fokusimi, të mos humbas dëshirat e mia. Imagjinare, domethënë kjo thotë që unë dua t'i kem të gjitha dëshirat, okay? 7 kupat. Dua t'i kem të gjitha këto. Por, a janë e vërteta jote? E dyta, duhet të bësh zgjedhje me zemër. Propozimi im në këtë moment, ose me numrin 10 që kemi mbrapa, është mënyra e të jetuarit si jeton ti. Gjysmën e jetës e ke të plot, gjysmën e jetës e ke që duhet ta përputhësh me misionin tënd në jetë. Ke ardhur këtu për të punuar, ke ardhur këtu në këtë tokë për të sjellë diçka, ke ardhur këtu në këtë tokë të bësh diçka që të çoj drejt asaj jete dhe misionit tënd të vërtet. Prandaj, me sa shikoj këtu, shikoj që shumë shpejt, okay, shumë shpejt, në jetën tuaj duhet të manifestoni veçanërisht në fushat e dashurisë, veçanërisht në fushat e stabilitetit dhe plotësimit shpirtëror tuaj. Gjithashtu, kjo përkohet që ti duhet ta tërheqësh dashurin, ti duhet ta tërheqësh bollokun, ti duhet ta tërheqësh atë çfarë kërkon ti nga ana shpirtërore. Me sa shikoj këtu, shikoj që ju aktualisht duhet të punoni shumë me veten tuaj. Grupi 1, ky ishte për ju dhe të dashurat e mia. Do jemi shumë shpejt me manifestimin, okay? Por gjithashtu do ta bëjmë live manifestimin në orën 8 në mëngjes, në datën 8, të gjithë së bashku. Mos harroni në YouTube, në TikTok, ku të doni ju do më gjeni, dhe do ta bëjmë së bashku. Okay, grupi 1. Vazhdojmë me grupin 2. Përshëndetje, vazhdojmë me grupin 2. Grupi 2. Dua që të mbyllësh syt një moment dhe të shikosh çfarë shikon në mendjen tënde emocionale. Në ana emocionale gjithmonë, në ana e marrëdhënieve. Sepse këtu me sa shikoj që disa situata në jetën tuaj me portalin 88 do shikosh çfarë do kesh në jetën tënde. Me sa shikoj këtu, shikoj që ju grupi 2, me sa kam ndjer një energji transformimi. Dhe kjo është gjë shumë e bukur për grupin 2. Okay? Vazhdojmë. Dhe me ju, grupi 2, shumë shpejt, do bëjmë portalin 88 së bashku në orën 8 të mëngjesit në YouTube dhe TikTok
live, okay, që ta bëjmë të gjithë së bashku. Të gjithë së bashku duhet të kemi një fletore, një stilolaps, një qiri të bardhë, një gotë me ujë përpara dhe dëshirat që kemi në mendjen tonë duhet të jenë të sakta çfarë i kërkojmë ne universit. Çfarë ti i kërkon universit, atë do të sjellë universi tek ty. Prandaj, vazhdojmë me parashikimin e grupit 2. Me sa shikojmë me grupin 2, po e marr nga fillimi i lartë, letra e parë e martesës, letra e dytë është e besimit. Me sa shikoj këtu, shikoj që kjo letër dhe energjia e këtij portali sjell një përkushtim të thellë në martesën tuaj. Disa martesa ose disa dashuri, si po ringjethem unë. Disa martesa ose disa dashuri do zyrtarizohen, do bëjnë familjare me këtë portal të datës 8. Mbani mend të lavë, që po them. Është një moment i rëndësishëm në jetën tuaj. Bëhet fjalë për një lidhje të fortë, për një lidhje të qëndrueshme, ose për një vendim për të mbyllur një kapitull të vjetër dhe për të hapur një kapitull të ri për të përkushtuar tek besimi, tek situatat në të cilën ti pas ke pasur në të shkuar. Kjo situatë të thërret për të arritur një stabilitet, për të arritur ose më saktë të kalosh një proces në jetën tënde, në martesën tënde. Me sa shikoj këtu duhet të besosh tek personi në jetën tënde, të besosh tek procesi i jetës tënde. Pse ta them këtë gjë? Sepse ti ke shumë frikë nga e panjohura. Është normale sepse frika të pengon të ecësh përpara, por duhet të tregosh besim. Te letra e dytë. Është një situatë që ti do ta kalosh këtë frikën e së panjohurës që në këtë marrëdhënie do keni pengesa normal, por universi të kërkon një besim absolut tek vetja jote dhe tek partneri jot. Me sa shikoj unë, ju grupi 2, keni dhe ju martesë, keni dhe ju diçka shumë të bukur, çfarë ke dëshiruar dhe ke manifestuar. Grupi 2, unë shikoj që do të plotësohet kjo dëshirë. Vem tek letrat e tjera, mbretëresha e monedhës dhe kalorsi i shkopinjve. Me sa shikojmë këtu, shikoj një pozicion shumë të bukur të kësaj mbretëreshe. Kjo jam dhe unë në fakt, po hajde më. Tani, kush qesha shumë e ju, nuk ka problem. Shikoj që kjo mbretëresh është e sigurt, është vetë mjaftueshëm e lidhur me tokën. Di çfarë kërkon, financat, bollokun, anën materiale. Kjo femër ose ky mashkull simbolizon dhe kujdeset për shtëpinë, për familjen, krijon një ambient të ngrohtë rreth vetes së vet. E mendon veten e vet, duke menduar që çdo gjë do vi me një gisht, me një energji të portalit 888. Dhe me sa shikoj këtu, shikoj që kjo letër na tregon bollokun, materialin, por dhe nga ana tjetër, anën shpirtërore. Ka shumë dashuri për të dhënë, ka shumë dashuri për të falur, por gjithashtu jeta e saj ka bollok, ka moll, ka dardh, ka një lepur në këmbët, ka lulet sipër. Do të thënë që kjo jetën ose më saktë kujdeset për jetën e saj që të ketë bollok familjar dhe bollok në jetën e saj. Gjithashtu ky zotëria që është kalorsi i shkopinjve, po ta shikojmë, është i buzëqeshur, është ose një femër ose një mashkull, gjithashtu, por ky person tregon që pranë mbretëreshës, ky person ndihet i fuqishëm, ndihet në lëvizje, vrapon për të arritur qëllimet. Është një person i ri në jetën tuaj, ose është një person që ka shumë energji dhe po vjen me hapa të shpejt drejt jush. Gjithashtu shikoj që ky është një person i vendosur. Kjo dinamike fort tregon se gjërat tuaja me këtë portal pa pasur vonesa, pa pasur gjëra të tjera, kjo energji po vjen drejt jush me hapa dhe po hyn, doni apo s'doni ju po hyn. Po ta shikojmë pak, zonja në fjalë ose zotëria në fjalë është shumë i lumtur me këtë portal. Dhe të dyja këto letrat më sjellin që ka diçka shumë të bukur në këtë martesë ose në këtë marrëdhënie që po vjen në jetën tuaj. Mund të jetë një marrëdhënie e re. Okay? Mund të kesh një marrëdhënie sot dhe ti thon Natara, po unë kam një marrëdhënie ose kam një martesë. Mirë me zemra ime, mund ta kesh një martesë ose një marrëdhënie, pa një marrëdhënie nuk ecën kaq shumë. Ose ti duhet të ndryshosh drejtim, grupi 2, ose ti duhet të ndryshosh drejtim që të vijë besimi dhe lumturi. Në fakt kam vënë re dhe diçka dhe kam biseduar dhe me disa persona. Në fakt, ju kërkoj ndjes të gjithëve që s'kam dalë dhe në live sepse jam pushime. Okay, por tani momentalisht ndodhem në Shqipëri, kush ka dëshirë për në Nataron për takim shpirtëror, më keni në
një numër telefoni që ju I keni të gjithë numrat e mi të telefonit, më shkruani dhe më gjeni kollaj fare. Por gjithashtu, me sa shikoj këtu, shikoj që do gjesh një situatë dhe me sa kjo situatë do ndryshoj, sepse gjërat po lëvizin pas këtij portali, nuk ka më vonesa. Nuk ka më vonesa. Okay? Sepse këtu shikoj që do futen njerëz të rinj në disa persona këtu. Dhe këta persona do kalojnë në martesë me në qoftë se nuk keni në partneri juaj besim, më mirë mbylleni këtë kapitull, nuk keni çe doni më. Ua them sinqerisht. Mbyllë. Nuk ke nevojë të rish në një marrëdhënie kur s'ka besim. Dhe treta, ju femër, e kam me femrat këtë moment jo me meshkujt. Ju femra, në qoftë se ju kërkoni llogari, ku je, çfarë bën, andej këtej ju e keni humbur lojën e kësaj marrëdhënie në grupin 2. Okay? Vem tek letrat e tjera. Është një proces I brendshëm shpirtëror. Prandaj u thash ato pak më lart, se I kam parë pak më herët letrat kur I rash. Në datën 9, në datën 17, në datën 24, këtu shikoj që në këto 3 data, okay, ose mund të keni ditëlindjen, ose mund të jetë një mesazh nga universi, ose mund të jetë një dokument apo diçka e tillë. Dhe e shikoj këtu që deri në datën 24 ti ke mbyllur shumë gjëra me veten tënde. Por letrat që shikoj me numrin 9, shikoj që keni empati shumë të fortë. Tregon që ti duhet ta lejosh këtë dashuri dhe këtë bollok të vi. Hape shpirtin, hape zemrën, sepse në jetën tënde duhet të hyjë kjo dashuri. Okay? Kjo dashuri duhet të hyjë. Ti tregosh vetes tënde që mund të jesh e brisht, okay? Por të jesh e brisht ndaj emocioneve, aty është një forcë e papar. Me sa shikoj këtu, shikoj që forca jote më e madhe këtë moment është në besimi jot. Pseudo self. Do të thosha që portali kërkon të heqësh çdo prapasken, çdo maskë, sepse shumica nga ju, edhe unë bashkë me ju, mund të vë një mur përpara te partneri im, sepse do thuashi, o nënataro, ku ka më besim në dashuri? Unë ju besoj juve, sinqerisht ju besoj, por që të besosh, duhet të dashurosh veten tënde në fillim. A ke në vetë tënde dyshime? Në qoftë se ti ke te vetja jote dyshime, aty do kesh në partneri jot, tek familja jote, tek njerëzit e tu. Në qoftë se ti nuk, sepse çdo gjë, prandaj ju them gjithmonë manifestoni, është koha e shkëlqyer për të jetuar dhe për të manifestuar plotësisht si te vetja juaj, e vërtet, tek ajo e vërteta juaj. Të shikon si shikon ky tjetri, shikon veten në nënhijen e hënës, po shikon, ose nënhijen e fundi të ai dielli mëngjesit në fillim që shikon fytyrën tënde në ujë, shkëlqimin e fytyrës tënde. Ashtu duhet shikosh çdo gjë në jetë. Pra, duhet të përshtatesh me jetën e të tjerëve. Duhet të manifestosh dhe të jesh vetja jote e vërtetë dhe të përshtatesh, po e them, sepse ke si thonë në shqip, pritshmëritë e tua, por duhet të shikosh sepse ti duhet duhet të dashurosh pa u përshtatur me personin tjetër. Okay? Sepse nga momenti që ti I vë vetes tënde një mur, okay? I vë vetes një mur, aty shikoj që ti nuk e vetëm aratisesh, dhe po ta shikosh shumë femra kërkojnë shumë gjëra në meshkujt, dhe meshkujt kërkojnë shumë gjëra ke femrat. Në të vërtetë, kujdesi sepse ti je duke u aratisur nga realiteti I jetës tënde. Me këtë portal shikoj që ti duhet të bësh kujdes nga aratisja e mendimeve të tua, të reflektimit të tepër që ke. Përdore meditimin për qartësi, përdore meditimin për të kujdesur tek vetja jote. Por gjithashtu, do thoni jo nënataro, po dreqje e hëngër të qetësinë time, kur do ta marr një përgjigje të saktë? Zemra ime, mos u shkëput nga realiteti që po ndërton me jetën tënde. Okay? Pse po I them këtë gjë? Se ky portal 88 nuk sjell vetëm motivim dhe qartësi në jetën tënde, në punët e tua, por sjell dhe rrugën tënde të fortë. Gjithashtu, duhet të kesh besim në stabilitetin, në gjërat që duken. Unë mund të flas me ju ditë-natë, por në qoftë se unë nuk shikoj këtë qiriun këtu të ndezur, okay? Aty nuk shikoj diçka që të jetë stabilitet personal, që të jetë diçka materiale për të ardhmen time.
Pra, po e zgjatim pak për të parë transformimin tuaj të brendshëm. Sjell letra e parë empatia, sjell letra e dytë dashuria e vërtet, okay? Këto të dyja këtu, më sjellin që zgjimi juaj është pyka kyçe në këto letra në procesin tuaj të jetës. Kjo tregon që po lë diçka, edhe unë po shikoj këtu që jeni sikur jeni në roje këtë moment. Shikoj që po përdor të kaluarën për të vendosur një maskë mbrojtëse. Po e them edhe një herë, një maskë mbrojtëse. Nuk e di, shumica nga juve po përdorin atë, si i thon në shqip, pseudo për veten. Përdorni këtë letë, domethënë, në vend të shikosh të vërtetën tënde, po shikon atë që ty nuk të pëlqen dhe qëndron tek ajo pjesë. Por gjithashtu dua të them që largo maskën, sepse ke përdorur shumë gjëra nga e shkuara me çdo person që mund të kesh në jetën tënde, por portali çfarë të bën? Të zhvesh. Portali të heq rrobat, të heq mendimet, të heq të gjitha gjërat që të kanë lënduar dhe të bën ty të vendosësh për plotësisht në plan të parë energjinë tënde origjinale. Do ktheheni, ju grupi 2 do ktheheni te vetja juaj origjinale, sepse mbi veten tuaj, domethënë, ti mund të jesh, po a them troç, një person shumë i thjesht, një person që ke dal nga familje thjesht, ke dal nga një nënë e thjesht dhe një baba i thjesht dhe ke veshur rroba të shtrenjta, okay? Dhe dukesh sikur je një person tjetër. Por në të vërtet duhet të kthesh në rrënjët e tua, duhet të kthesh tek familja jote, nga kam ardhur unë. Rroba e shtrenjtë nuk më bën mua, e bëj unë rrobën e shtrenjtë. Sikur dhe 5 euro tjetë e robë, ose 5.000 lekë. Rrobën e shtrenjtë e bëj unë të shkëlqej. Nuk më bën mua rroba të shkëlqej. Prandaj këtu unë shikoj që me këtë portal ju zhveshet frika dhe shikoj që atë që të ka lënduar më përpara, ti e vendos energjinë tënde origjinale në plan të parë. Pse? Sepse këtu shikojmë që hapat e zemrës tuaj nuk do të thonë dobësi, por do të thonë e vetmja mënyrë ose dashuri për të tërhequr një bashkëpunim apo një person tregon vlerat e tua të vërteta. Mëso të dashurosh pa mbajtur maska mbrojtëse, pa mbajtur, sepse meditimi, mesazhi i këtij parashikimi grupi 2 është meditimi, është të përdorësh meditimin me qetësinë dhe në lidhje me intuitën tënde. Por gjithashtu duhet të kesh qartësi. Qartësia nga vjen të mos stresohesh, mendimet e tepërta, nostalgjitë së shkuarës. Dhe unë po të bëj një ftesë këtu, po të bëj për të qëndruar në të tashmen. Okay, manifestimi është veprimi tokë me mbretëreshën e tokës, okay, sepse është një nivel qendror. Është veprimi tuaj dhe këtu shikoj një energji të brendshme. Mbretëresha e monedhës më bën të them, kjo letër që është shumë e bukur, më bën të them që ti zonjë ose zotëri që e dëgjon këtë live, është letra e bollokut material, është kulmi i stabilitetit tuaj në muajin gusht, siguria financiare, pavarësisht gjërave që mund të keni mbartvajtjes së shtëpisë tuaj apo anës financiare, sepse këtu shikoj që je e vetë mjaftueshme këtë moment të tregosh një fazë që po ndërton nën këmbët e tua. Domethënë ti po ndërton diçka shumë të bukur për të ardhmen. Dhe të them të vërtetën, unë jam këtë moment me të dy grupe, dhe me grupin 1 dhe me grupin 2. Më kapi energjia, sepse shikoj që financa është gjëja e parë në jetë. Është komforti personal, por gjithashtu dhe fokusi në marrëdhëniet që kemi në jetën tonë. Gjithashtu çfarë jemi duke ndërtuar këtë moment është për jetën që po vjen. Domethënë me këtë portal shikoj që puna, komforti personal është fokusi jot në çdo drejtim të jetës tënde. Gjithashtu kalor si shkopinjve, që është një person mund të jetë i ri në moshë, ose mund të jetë në mendimet e tija, mendon sikur është i ri dhe e kam fuqinë thot të arri 1, 2, 3 pika thot. Por me sa shikoj këtu, ky person është pranë këtij stabiliteti, është një energji zjarri dhe një lëvizje shpejt, kalor si shkopinjve, të sjell një zhvillim të papritur dhe një pasion të ri. Por dikush do të bëjë një ofertë të re, një ofertë që nga ky person do ta kesh një energji të fortë
sepse ky ka një dinamik këtë moment dhe kjo tregon që periudha që ti je shtangur më përpara, portali 88 gjërat e tua do marrin ritëm më të shpejt dhe më entuziast. Gjithashtu, bekimi i dashurisë, niveli i sipërm që shikojmë si martesa, letra e martesës, zyrtarizohet një marrëdhënie. Disa nga ju me këtë portal do zyrtarizoni fejesë ose martesë, po e them prapë. Është një dasmë ku ka kuptim literal, ka një hyrje të një personi që po vjen për të nuk do rritë të njëjë ty 6 muaj, një vit. Nuk ka pritje këtu. Këtu ka u njohëm sot për një javë, për 2 do të thot drejt, sepse është një person që të njeh nga i shkuara, është një person që të njeh me fjalën e parë. Ti ke dyshimet e tua, se po ta shikosh veten tënde, këtu shiko si shikon. Me cipin e së mori, është në terezi ky mashkull, është në rregull ky që më kërkon këtë gjë, po është në rregull ky. Sepse ky person tregohet i sinqert, është një person me baza zyrtare, është një marrëdhënie që ose një premtim që ky do mbajë në veten e vet. Ka një marrëdhënie të qëndrueshme në mendjen e tij dhe shikoj që kjo marrëdhënie është afatgjatë. Besimi, letra e besimit, ku vajti? Këtu. Letra që ti i dorëzohesh këtij mashkulli dhe realizon atë që ke dëshiruar për një kohë të gjatë. Duhet të heqësh dorë nga dyshimet, nga rrjetet sociale, sepse po a them troç ju grupi 2. Po ti shikosh shumicën e njerëzve, ju të grupi 2, jeni për rrjetet sociale. Nuk e di se çfarë jeni duke kërkuar ose çfarë jeni duke grumuar. Por në të vërtetë, në qoftë se keni një partner në jetë, ose është duke ardhur një partner në jetë, kujtohu dhe mendo këto fjalë që po të them. Hiqi dyshimet nga vetja jote. Në qoftë se ti e kontrollon këtë me mashkull në rrjetet sociale apo kudo, aty do fillojnë të rriten dyshimet e tua. Por gjithashtu sepse këtu shikoj që duhet të krijosh besim te procesi jot i së ardhmes. Mjafton të kesh besim dhe universi po përgatit atë që ti ke dëshiruar gjithmonë. Portali 88 vepron si një urë pastruese, ju liron nga pasiguritë së kaluarës, ju kthen te vetja juaj më fort dhe më pasur. Mbretëresha e monedhës dhe me një herë pas kësaj vjen kalorësi i shkopinjve, bëhet një lidhje dhe një stabilitet bazë për një përkushtim të plot dhe beso tek marrëdhënia që po të vjen në jetën tënde. Vazhdojmë me një këshill për të dyja grupet. Tani po kalojmë tek të dy grupet me këshillat. Përsa shikoj këto energji në jetën tuaj, në këto energji konkrete që shikoj këtu, këshilla ime plot është të integroni duke u lidhur me të dyja grupet. Grupi parë, prano zgjimi dhe hiq maskat mbrojtëse. Jeni një pikë ku mjekulla këtë moment po largohet. Duhet të ndërgjegjësohesh dhe është një ndërgjegjësim i ri, do të thosha, okay? Dhe këtu shikoj që ke frikë nga brishtësia jote. Për vite me radhë ke ndërtuar mure mbrojtëse dhe e ke mbajtur të që mos lëndohesh. Por në të vërtet, këtu shikoj që vite me radhë, pas datës 10, 20, 23, se ke 3 data shumë të bukura, deri në datës 7 të muajit shtator, 7 të muaj shtator, shikoj që këto mure që ke mbrojtur, që ke ngritur me veten tënde, me këtë portal që ke, sepse ke ngritur për të mos lënduar, me këtë portal që ke përpara 8 në 8, kërkon të shfaqesh plotësisht veten tënde të vërtet. Sa më sinqert të jesh, sa më hapur të jesh grupi 1, aq më të mira do jenë ndjenjat e tua ndaj vetes tënde dhe do të rrheqësh njeriu e dur në jetë. Grupi 2, përqëndrohu tek motivimet e tua, përqëndrohu tek vlerat e tua të vërteta. Pse po e them, po kaloj prapë te grupi 1, okay? Po kaloj sepse tani në grupi 1, grupi 2 është për të dyja juve grupet kjo gjë. Motivimi, energjia, 7 kupat, faqja e shkopinjve. Po vjen një valë e madhe motivimi në jetën tuaj, ide të reja. 7 e kupave të paralajmërojnë që mos përqendrohesh nga opsionet që mund të kesh në jetën tënde, apo më saktë shiko dëshirën tënde si përfaqësore, ajo që është sot në jetën tënde. Mbretëresha e monedhës nga ana tjetër thot në grupin 2,
kaloje këtë energji dhe ndërto një stabilitet të ri material të shtëpisë tënde, të mërqenies tënde. Zgjidh diçka që të t'jap një mundësi ose një siguri, sepse tu shikoj një përpushmëri dhe mbretëresha monedhës të tregon që unë jam mbretëresh. E zotëroj lekun, e ushqem të dhe kujdesem për shtëpinë time, për territoret e mia. Por gjithashtu, për të dyja grupet tani këtu, po u them, zëndësoni kontrollin tuaj me besimin. Hiqe kontrollin dhe fut besimin. A do thoni jo, se kemi dhe në ata persona që më thonë, nataro, po ku ka besim sot? Zemra ime, besimin, e di pse s'ka besim, sepse s'beson ti te vetja jote, jo se s'besojmë tek të tjerët. Kur ne zhgënjejmë veten tonë me njerëz të gabuar, ok, se jemi ne ata, se ata duken që na zhgënjejnë. Por këtu aktualisht shikoj që grupi parë, shumë shpejt, universi po të thot, manifesto me këtë portal në datën 8. Pasi të kesh vendosur një dëshirë në mendjen tënde, shkruaj atë në një letër, do t'ua tregoj në notarua më mbrapa, ok? Se i kam për gati. Dhe gjëra do të lëvizin me shpejt në jetën tënde. Grupi 2, besimi, kalor si shkopive, martesa, mos u mundo të kontrollosh çdo detaj të atij personi. Mos dysho më, lëre kohën të tregoj se kush është ai person të vërtet. Ato ndodhin gjërat, a ka besim në këtë marrëdhënie? Kalor si shkopive tregon që lëvizja jote është shumë e shpejtë dhe e papritur. Kur të vijë ajo mundësi ose ajo detyrë, sepse është detyra jote kjo, është detyra e thjeshtë, është një proces që duhet ta pranosh pa frikë. Prandaj, mesazhi im për të dy grupet është: ndaloni sa analizuar të shkuarën dhe mos u aratis nga mendimet që ke në mendje. Energjia e këtij portali po të ngrej nga pasiviteti dhe të vendos që në një pozicion të ri fuqie. Siguria dhe dashuria janë të sinqerta në jetën tënde. Mjafton të qëndrosh e ankoruar në limanin tënd, në vetveten tënde, dhe aty do gjesh të vërtetën dhe të besosh me zemër, të hapur tek ai person që po vjen. Ju uroj një ditë sa më të mbar. Do takohemi së shpejti në mbrëmjen e sotme, duke bërë një live së bashku të gjithë dhe duke parë se çfarë do ndodh me këtë portal. Por gjithashtu, falenderoj dhe gocat dhe çunat që më kanë suportuar me mesazhet e tyre, që më kanë suportuar me besimin që kanë ndaj energjive, sepse kemi dhe në ata persona që thonë e bëjnë parashikimin, sidomos në këto parashikimet online që bëjnë në TikTok, Instagram apo YouTube, e bëjnë një parashikim dhe thonë, nuk e mbarojnë parashikimin dhe thonë, nuk besoj, po atëherë pse i hyn në energji? Çdo gjë në jetë unë kam thënë dhe e them, është energji. Është energji. Prandaj ju që nënvlerësoni disa gjëra në jetë, bëni kujdes me këtë portal. Sepse topi rretullohet, po vjen prap tek qendra. Ju përshëndes të gjithëve dhe hidhni drejt jetës tuaj sigurinë, fuqinë dhe dashurinë. Të jetë sa më sinqert ndaj jush.